Mirëmëngjesi, si gjithmonë nga Vezë Dielli, nga Kuzhina jon, nga emisioni që ju mban para ekranit 2 orë në mëngjes dhe gatuajmë, bisedojmë, do t'jemi pas pak në bisedat tona, në këto sekretet natyrale të fytyrës, në rubrikën Bëje Vetë, kemi dhe një djalë, cili është në hapat e tij të parë, por që do të na ma gjep, siç ma gjep ndjekësit e tij në rrjetet sociale me numra magjie, prestigjator. Kështu që këto numrat e shpejtësisë, të shkastësisë, cilat kanë ato sekretet e veta, ne nuk t'ja zbulojmë sa i është ende në sekretet e veta, por do të mundohemi që të kuptojmë më shumë rreth këtij profesioni dhe këtij pasioni. Ndërsa në kuzhinë kemi gjithmonë shije të mirë. Dhe Albana do të na tregojë tani se çfarë përgatisim për anvisat tona. Pra, e para, çfarë kemi zgjedhur sot? Tani un kam 1 2 3 un 2 3. Oh. Be, tani kam filluar me frëngjishtën tani, kam rënë. Kam pasticën me mish të grirë. Tash na vendoj pasticë franceze që nisi kështu. Oui. Edhe, kam makaronat. Makaronat I kam marrë gjithmonë në Teola. Hëpërhë, Ola, shoqja ime më e ngushtë. Hëpërhë. Sepse kushtu ki do makaronat, që të gjithi do. Po e kemi qef atë shijen e tyre. Janë disa variante dhe me bukura është dhe më e veçanta, pika kyçe, karakteristike, siç kemi thënë, është ato prodhohen aty në Venecia, ku ka filluar prodhimi I makaronave sipas mjeshtrave italian dhe kanë shumë teknika të avancuara premium në prodhimin e tyre, që tek përzgjedhja e grurit, tek makinerit në bronz, prerja në pllakat e bronzit dhe na sjellin pastaj një shije të jashtëzakonshme. Tani tek pasta, tek pasticja, ndoshta nuk do ta vërem, por edhe këtu kam mënyra se si ta dallojmë që kjo pasta është e ashpër, sepse kremi që do të bëj Albana do të jetë kështu e ngjitur mirë tek makaronat. Tani e hoqa atë pjesun, edhe do marr një pjesë tjetër. Këtu kam. Do të dua desha të them unë, pa ajo është 1 2 3 ishin për receta. Është spesave të mbushura, prandaj hoqa nga vendi. Kam makaronat. Makaronat I kam zier, gjysmë zier, normalisht I kam vendosur në ujë të nxehtë, pakës krip, pakës vaj. Nëse nuk shtoni vaj, nuk ka asnjë lloj problemi. Ja, unë nuk kam shtuar vaj, dhe shi si është. Është një makaron që nuk ngjitet mbi të gjitha. Ja. Okej, kemi zier në minutazh. Spinaqin, kosin. Shtoj kosin direkt. Ja, zarar madhe që je. Pa. E ka fajnë ndutua. Pa, sa zarar madhe. Po, si është. Edhe bën edhe zarar edhe nuk e pranon. Edhe s'pranon. Kjo është më e bukur, filozofia. Shtoj vezët një nga një. Tek të kuqet jam edhe unë. Ke kapur mirë me këto kuqet e Ovital. Një pastiqe me spinaq dhe kos sot, pak më ndryshe. Kemi futur dhe spinaqin, ne kemi kaluar çik në vlim. Dhe sigurisht pastiqe si duhen vezët. Kam edhe në një tjetër këtu, kam edhe një këtu, ja. I largoj, por jo nga vendi se mua më duhan këto. Kam një truk më pas. Kur kemi shumë lëvozhga, I thajmë, na duhen për tjetër gjë. I përzije mire. Dhe shtojmë spinaqin. Pakos fare krip. Marr një lugë. Se luga e drurit nuk më hy në punë. Do të shtoj makaronat dhe në këtë tenxhere direkt shtoj gjalpin edhe pakës vaj. E lë derisa të tretet jo plotësisht, pra jo që yndyra mua të më digjet. Marr masën e miellit pranë vetes, ja të fik edhe këtë vatrën tjetër, sikur se marr edhe qumshtin.
masën e djathit. Aty do bëjmë kështu, do bëjmë tip beshameli, Do lë beshamelin. që e lidhë dhe Op të gjitha, i largoj dhe lajtë duart. i jep një trajt, një konsistent pak ndryshe. Nuk e lë të thahet pasticja, kështu që beshamelin, pak qumshin, mielin, gjalpin aty. Shtoj, op, masën e miellit. Opa, të gjitha i largoj. Pra me radhë, gjithçka me radhë derisa boshatiset. E gjitha tjera nga produktet. Djatrat bulmeti duhet. Shtoj edhe pakës fare vaj, se është mbushur plot. Bravo. Derisa pjesa fillon si ku shkunëzohet. Akoma nuk kam ndjeq lirimin e aromës miellit, akoma. Dhe normalisht qumshti do të shtohet, qumshti, ujë, buljoni makaronave, si të dëshironi ju. Kam unë buljon makaronash aty, gjë që unë duhet të kem. Nuk e di ku përfundoj, ndoshta e hodhëm, por e përdori merr pasere në gatimet e mëpashme ose brenda këtij gatimi. E shtoj. Është i ambientit dhe nxehtësia e miellit normalisht bën me një rrahje të shpejtë të jetë e një trajtshme. E lë pak sa të më bëhet dhe kthehem sërish në vendin e krimit. Ky është krimi më i mirë. Ja. Opa. I përziejmë, kemi spinaqin, vezët edhe djathin në të. Kemi zgjedhur të linguinet që shkojnë më së miri në pasticce, jo se edhe të tjerat e kemi përdorur dhe format e tjera, makaronave për pasticce. Sot kemi zgjedhur këtë formë dhe së bashku ripërmbledhim pak ja dhe djathrat. Duhen djathra bollshëm në pasticce. Ripërmbledhim së bashku përbërësit e recetës, pasticce me spinaq dhe kos. Do t'jetë kjo recetë, se shkruaj një paku makarona, zjodhëm spagetin, 6 lugë gjelle kos, 6 kokra vezë. Një tufë spinaq, 5 lugë gjelle vaj, djath sipas dëshirës dhe përgatisim paralelisht beshamelin 700 ml qumësht. 2 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle miell, 2 vezë, djath katëshkavall i grirë, krip dhe arë moskat. Ndërkohë që trashet merr formën e duhur beshamelin, e përfundojmë recetën e pasticces bashk. Jemi tek beshameli tani, përzijem këtu në tenxhere makaronat e ziera, spinaqin, vezët dhe djathin e bardhë dhe djathrat mix të buta. Këtë e kam unë, aty është Albana me përgatitin e beshamelit. Armysh, karmoskat, arkozani, këto treja di këto tre emërtime. Këto tre emërtime dim për momentin. Opa. Edhe një përzierje vaj. Një vaj këtu. Po këtë qa shka? Tetra? Pa. Sigurisht shkëlqen. E largoj. Do të shtoj 2 vezë, 2 një, sa të dëshironi ju. Unë i kam mirë marrëdhëniet me vezë me ovital, që kështu. Opa, e përzijej. Ja. I përzijej shpejt që veza mos piqet. Ja. As nuk është pokryzuar, veza nuk është pjekur, kështu që është tamam një krem i duhur për këtë pasticce. Edhe e shtojmë masën me makarona. Dihet që një tuvë e madhe spinaq përfundon kaq pak, sepse ulet volumi. Pak, se kam dhe masë më të vogël, me thënë drejtën. Na duket ku kemi marrë shumë, po... Këtu do të shtoj. Masë, pa djathi. Ju djathin e keni
të përzier, kështu djath i but që shkrim. Shtojmë edhe beshamelin. Sa mirë që ka dalë, i pak okrizuar, i duhurin në trajt, jo shumë i trash, as shumë i holl, në mënyrë që t'i mbaj gjithë masën tjetër të makaronave. Pra, një beshamel i duhur, ja, nuk gjithë. Regullojmë edhe shtratin e kremit. Lëmë që të depërtoj pak, pastaj vendosim për të pjekur. E pasuj pak, sepse këto anët dihet që fillojnë edhe digjen. Dhe jemi... është shumë mirë, do të vendosim për të pjekur. Në furrë të parangrohur, në sa grad? Në 200 grad e kam unë po. Dhe e lëm të piqet për 20 minuta. E lëm sa do pak që të kulloj ajo. Sa të filloj të piqet, masa e beshamelit ka kulluar dhe në fund, sepse ne duam që të përfshihet dhe të lyhet me beshamel gjithë masa e makaronave. E pjekim dhe sollëm në këtë formë pastiqen tonë. Kemi sjellë disa lloje mënyra për përgatitjen e pastiqeve me forma të ndryshme të makaronave, me kombinime të ndryshme të perimeve, nga klasike, nga më e thjeshta dhe deri tek më të ngarkuara, ku kemi sjellë atë me shumë perime, mbajmend me shumë ngjyra, dhe ajo ishte e bollshme, shishme dhe kishte gjitha elementet që i duheshin. Si nga ana estetike, ashtu edhe nga shija. Kështu që do ta keni dhe pas pak në YouTube pastiqen, për ta riparë dhe për ta rigatuar në ditët tuaja më të mira. Erdhi pastiqja, erdhi. Erdhi pranvera dhe çoj